Mikina, jam nda nga një lidhje, por jam duke e vure që pa i person mu po mungon akoma. Mike e dashur, në radhë parë, duhet të kuptosh që a është ndjenja që ti po e kërkon që ta kesh dikonin tjetër në jetën tënde, apo është ai person, sepse sipas mesazhit që unë e kam lexuar që ma ke shkruajt, ti ke shënu që sa herë që e shef ish të dashurin tënd, ti nuk ke ndjesi për ta, por kur ai largohet ty të mungon. Do më thonë, sipas shpjegimit që ti e ke bo në shkrimin që më ke shkruajt të Instagram, unë e kuptoj në këtë mënyrë që ty nuk po të mungon personi, por ty po të mungon ndjenja. Do më thonë, nis dhe punon një herë me veten. Unë do të kisha këshillu që mos t'ja nisësh me një herë një lidhje të re, sepse shumë persona e bëjnë këtë që nuk janë shëru akoma vetë dhe kërkojnë me një herë atë ndjen të dikush tjetër, por dashurin e vërtet me gjithme nuk mundet me ta dhonë ty askush si kur vetja jote. Ndoshta ndonjëherë kjo dëgjohet pak si egoizëm dhe shumë njerëz ka me thonë, qa është ky budallik që po na tregon kjo këtu, por megjithmen është shumë e vërtet, sepse kur ti nis dhe bën atë që kërkon nga i dashuri apo e dashura jote apo gruaja apo burri, atëherë ti mundesh me e tërheq edhe atë person që e ka të njëjtën energji. Do më thonë, nëse ti kërkon një partner që ai partneri të jesë besnik, atëherë edhe ti duhet të jesh besnike. Nëse ti kërkon një person, do më thonë, që ty të fal dashuri, edhe ti duhet me fal këtë dashuri. Do më thonë, me dash veten, mu kujdes për veten, me marrë kohë për veten dhe me këtë energji, sepse ne jemi energji, ne nuk jemi trupi jon, ne nuk jemi mendja jon, ne jemi energji, dhe në atë mënyrë që ti e rrit energjin dhe rrin në atë energji që ti e dëshiron dikonin, duke ja dhënë vetes gjithçka, mundesh me e tërheq edhe një person. Por edhe nëse nuk të vjen ai person, kënaqu me veten tënde, do më thënë, kënaqu me kohën që ti e ke, mos e bë diçka që më duhet me zor. Këtë nuk po e them vetëm për dashur apo për partner, po e them për gjithçka. Mos ja keni nevojën asgjoje, sepse ajo gjë ty komentar, do më thënë, nëse ti e lëshon gjithçka dhe thu, okay, unë do kisha dëshirë ta kem këtë makinë, dhe ti e imagjinon mëngjes dhe në darkë, sidomos më thënë ku jemi në ato valet të trurit ma të qeta, dhe mundesh të ta imagjinosh, okay, unë jam duke i dhënë makinës, jam duke shku në punë, jam duke shku te mami, papi, ku ta dion, dhe ti e lëshon sepse thu, okay, nëse më vjen, nëse s'm vjen, atëherë s'm vjen. Pikërisht atëherë kemi tërheq makinën, bashkëshortin, të dashurin, dhuratën, punën apo ku ta diun se qa. Të përshëndes dhe uroj shumë që do të ndihmoj kjo video.